Maqedonisë, që është shqiptare. Cila ishte logjika që nxorët kandidat, por mos ta, po themi, copëzuar votën? Kur është për qa vota, ka fitu kandidati Maqedon, edhe pse shqiptarët janë 52%. Hera e parë historikisht u vërtetu ajo që është realitet, po kontributi i Vlenit është i jashtëzakonshëm, sepse për ne ma pak ka qenë e rëndësishme ta kemi një kryetar ma shumë, ose disa vota ma tepër kur dalmi të përballemi, kjo ka qenë më strategjike dhe më etike, është komunë thellë pra në periferi, atje afër Velezit, është pjesa shqiptare e cila do më tepër trajtim, më pak i ka ndje pushtetin. Prezencën që e keni pa, domethënë edhe nëpër media, puna e shkollës, gjuhën shqipe, gjuhën maqedone. Pra kjo, shkurt shqip, aty ku jemi përballë, Vleni është fitues absolut. Jo vetëm çaj. Në rastin e Kërçovës, çfarë do të bëni? Do ta mbështesni në rastin e Kërçovës. Se edhe aty pat, po themi, një pjesëtim të votës për shkak të disa kandidaturë shqiptare, tani në raundin e dytë kemi një kandidat shqiptar që është nga Aleanca Kombëtare Integrim, por edhe kundër kandidatin Maqedonës. Çështja e Kërçovës është kështu, domethënë, në regjistrim ka më tepër shqiptar. Në realitet, shqiptarët, fatkeqësisht një pjesë e mirë e shqiptarëve janë në diasporë, sidomos është e theksuar në Kërçovë. Dhe Kërçova asnjëherë nuk është vendosur në raundin e parë. Kërçovën vazhdimisht pra ka vendosur diaspora në raundin e dytë. Kështu ka qenë edhe para 4 viteve, kështu ka qenë edhe para 8 viteve. Këto zgjedhje ka një defekt nga zoti Ahmeti, se ne kemi pas kandidatin e tretë, po vetë BDI-ja ka pas 2 kandidatat. Edhe zotin Dehari si kandidat zyrtar, edhe Shkodroni që është i pavarur, po i proveniencës ti, sepse kur kemi dalë me grupin e zjarrit brenda BDI-s, ka udhëheq tubimit e grupit zjarrit atje. Pse kanë nxjerrë 2 kandidat, duhet vetë zoti Ahmeti ta sqaron ata. Mendoj se tash aty do të një betejë etnike në raundin e dytë. Ju do ta mbështesni kandidatin shqiptar? Okej. Maqedonët fuzionohen, bashkohen te kandidati i tyre, edhe pse është dhëndër shqiptare, domethënë edhe në atë kartë luajnë, dhe shqiptarët besoj që do mbështeten kandidaturën shqiptare. Ju do të keni një thirrje publike, po themi si vlen që ta ty pritet rezultatet, po flas nga e kaluara, kështu ka ndodhur. Mirë, e thatë edhe ju në fillim që BDI-ja ose Aleanca Kombëtare për Integrim e solli diskursin në nivel qendror të çështja e legitimitetit. Është diskutuar shumë që Vleni, ose ky ka qenë narracioni pak a shumë, që Vleni edhe në qeveri është vegël e VMRO-s, që është i papeshë, që ka degraduar, po themi, ka degraduar situata e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. E kishit ndopak frikë, apo po themi i dishit dhëna tuaja se si është punuar gjatë kohës së jeni në qeveri, dhe kjo nuk përbënte problem? Para